Në mbledhjen e zhvilluar këtë të njëjtë, qeveria shqyrtoi progresin e paketës së maleve duke u fokusuar tek 3 bashki kryesore, Puk, Bulqiz dhe Lezhë. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo bëri me dije se rreth gjysma e bashkive në vend janë identifikuar si zona prioritare për zhvillim, ndërsa interesimi i qytetarëve sipas tij për të përfituar nga kjo nismë ka kaluar 500 aplikime në territor. Sot kishim 3 bashki të tjera, duke filluar me bashkinë Puk, Bulqiz dhe Lezhë. Tashmë kemi një numër, pothuajse gjysmën e bashkimeve në vend kanë zonat prioritare të miratuara. Numri i interesimeve në territor tashmë ishte afruar numrit 500. Ka disa bashki të cilat janë në fazën përfundimtare të miratimit të kërkesave nga qytetarët, duke filluar me bashkinë Shkodër dhe pastaj me gjitha bashkitë Meral, duke vazhduar me Skraparin, Përmetin e tjerë, të cilat së shpejti mbarojnë afatin 45 ditor për të shpallur kandidatët të cilët më pas do të kalojnë për miratim në Këshillat Bashkiake. Ai u pyet për sigurinë kibernetike pas sulmeve të fundit ndaj infrastrukturës e institucioneve publike, përfshirë edhe postën shqiptare. Demo tha se nuk ka humbje të dhënave të enkriptuara që të pengojnë funksionimin operativ të institucioneve. Të gjitha shërbimet e postës vazhdojnë normalisht. Nuk ka të dhëna, të paktën deri tani, që ka informacione të enkriptuara, të cilat janë të paksesueshme për pjesën operacionale të vetë postës. Gjithsesi ne duhet të presim raportin përfundimtar të gjithë ekspertëve të gjithë këtyre institucioneve, për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur brenda postës shqiptare, por mbi të gjitha, ajo çfarë unë dua të nënvizoj është që vetë autoriteti kombëtar i luftës kibernetike tashmë i ka gjitha kapacitetet cilat e rrit garancinë dita ditës për sa i përket integritetit të dhënave publike në institucionet shqiptare. Kuptohet që jo të gjitha institucionet janë të përfshira në ambrellën e këtij institucioni, por ne kemi tashmë edhe nga vetë rënditjet që ky institucion ka dhe vetë vendi ka për sa i përket sigurisë kibernetike, Shqipëria është ndër vendet të cilat ka bërë progresin më të shpejt në vitet e fundit. Ministri njoftoi se Bordi i Transparencës mblidhet këtë të njëjtë për të marrë vendime mbi ndryshimet e mundshme në treg. Bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor. Takon Bordi të vendosë për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Ai bëri thirrje për qetësi dhe sqaroi se nuk ka arsye për spekulime mbi rritje drastike të çmimeve të ushqimeve.